Nuk e kam besuar në jetën time që vllai më vinte ka i poshtë. Po më kërcënon familja mua. Unë të them atë që jam kërcen. Ka vajtë tek nuk më me. 4 veta. Babaj nuk e ka flak telefonin, e ka flak motrave telefonin, no. Nuk ka pasur femër si kjo, si motra ime. Unë kam mbaruar punën, no. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Itali, do të hap dritaren për Adrian Kalemin, një vllai i cili ka një vlla të humbur, por që ka konflikte të mëdha me motrën, nënën dhe babain. Kërkon sot të jetë këtu. Nuk e di kush do të jetë denoncimi dhe fjalët që ai do përdori në këtë live, por kërkon që nëpërmjet kësaj dritare familja e tij ta dëgjojë dhe ai të jetë përballë tyre. Të paktën nga komunikimi që pata në pak minuta, kjo ishte ajo që më kërkoi Adriani, por ajo që unë do t'i jap më shumë pesh ditës sot me këtij live është historia e vllait tjetër, Almir Kalemit, peshngritësi me emër në shtetin grek që u zhduk në rrethana misterioze. Hap dritaren sepse është vllai i tij Adriani nga Italia që është duke më pritur dhe e përshëndes. Ardian, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë, shumë mirë. Flasim live nga Italia. Po. Më telefonove me urgjencë në fundjavë, çka ka ndodhur? Po, jam shqetësuar me shumë gjëra, janë ca gjëra për të folur të tjera për mbetur që nuk janë lafosur, nuk janë bërë, edhe në mision nuk i bërë, ti bëj këtu mbrapa tani. Po, mund të më thuash. Ti çeroj unë atë që jam mbetur. Ato më bëhet që janë bërë në telefon, ato që më bëhet që bërë në misione me vëllezër, me motrat dhe me tëra të tjerë, për mua nuk vlen asnjë mision, nuk vlen asnjë gjë që ka dhënë ata. Janë gjëra të pesë me hiç, janë zero për mua. Po pse çfarë pretendoni ju për vllain tuaj të humbur? Unë pretendoj shumë gjëra. Në rast parë, treshja që figuron për vllain tim të humbur është babai, nëna dhe motra, në asnjë tjetër. Edhe vllai i vogël. 4 veta. Si ti po akuzon familjen tënde se ka gisht në zhdukjen e Almirit? Po. Adrian. Në krahasim me këtë, edhe unë tani po më kërcënon familja mua për të më nxjerrë jashtë loje, siç e ndon atë, do të nxjerrë edhe mua tash. Ardian, ju keni konflikte në familje me sa po kuptoj unë? Po, shumë familje. Do të ishin gjë o teta. Se vllai im, po t'ishe gjallë sot, po t'ishe në ashtuja, nuk ishte burr nënën në atë në familjen time që të komandonte ajo, që do komandonte gruaja. Por të lutem, qetëso se e kuptoj që i irrituar. Familja ime, në familjen time, unë jam baba i 3 fëmijëve të. E di jetën, e kam jetuar jetën si në Greqi, si në Itali. Unë jam 35 vjetë gurbet. Edhe Almirin unë e kam drejtë në Greqi. Edhe unë kam punuar me Almirin, kam lafosur. Unë kam qenë ai që e kam vajtur unë Almirin, edhe Almirin kam vajtur mua. Po, tani erdhi thika në pas aty ku nuk ma me. Ka vajtur tek nuk ma me. Po të kuptosh mua. Po mirë, tani të lutem, tregu pak i matur se po akuzon drejt për së drejti nënën, babain, motrën, vllain. Po motre, ka bërë denoncim fjeruna. Po për çfarë i akuzon? Në një baba që ka humbur djalin, një nënë që ka humbur djalin, ti sot thuaj ata kanë gisht në zhdukje, pse e dyshon këtë gjë? Tani një baba që ka frikë nga çupat, është baba apo nuk është baba? Por çfarë konflikti ka lindur tani në familje se po nuk po e kuptoj Adrian? Ti e ke konfliktin me motrën apo me babain? Nuk kam as konflikt me maman, a baban, as konflikt me motrën, me asnjë s'ka konflikt. Po konfliktet vijnë nga konfliktet për vllain, që më ka humbur mua. Unë po flas për vllain, nuk po flas për veten time, për konfliktet që kam unë. Po, për Almir Kalemin. Po flasim për Almir Kalemin, vllai juaj që ka humbur në 2009-ën. Po. Ato rrethana tash unë do të jap një konkurrencë. Po. Kur ka humbur vllai im në 2009-ën, pse telefoni babait tim është poshtë? Pse nuk funksionon ai numër? Pse është edhe poshtë ai numër telefoni? Kaq, do të di unë, mas gjë tjetër.
ti po duash e zbardh këtë çështje, edhe e zbardh të numër telefoni, e të gjosh telefonat tëra që janë bërë të numër telefonatë. Pra ti po ngre sot, le të themi, një akuzë të rëndë ndaj babait që në momentin që humbi vllai. Po, 100%, jo 100%, po 199%. Po mirë, në momentin që e zbulove këtë fakt që vllai humbi dhe babai flaku telefonin, e ke pyetur ndonjëherë babain tënd? Babai nuk e ka flak telefonin, e ka flak motra telefonin, no. Se motra ime, po mos ishe vllai im, po t'ishe im vllai im gjallë, nuk do bën ato gjë i ka bërë sot i ku është sot. Po pse çfarë po bën? Se motra ime është martuar me 3 burra, ka 3 burra, ka 3 fëmijë, e i kam në emër babait tim, me emrin babait tim, registruar në emër babait tim. Edhe burrin që është sot, me burrin që është sot, është pa çelibrim bazja, po janë registruar në emër babait tim, edhe ai burri i saj sot më kërcënon mua. Adrian, të lutem, çfarë ka bërë motra juaj që ti dyshon që ka gisht me Motra vllain? ime ka bërë të qindat, që nuk e di, një femë nuk e di se bërë, ka bërë të qindat. Motra ime, unë kam bërë një denoncim në Vlorë, të një policë, të një avokat në Vlorë, i ka dokumentat aia, edhe t'japë dokumentat, që ai më ka thënë kaq. Me sa kam dëgjuar, me sa ka bërë që motra ime, babai ime dhe nëna ime para 14 vjetë, unë isha në një gjendje shumë të rëndë në Shqipëri, pa lek pas gjë, kisha thyer kam në Greqi, e nuk isha mirë. E nuk isha shumë, e nuk isha lekë. Bia portës së policisë, bia portës së tusis në Fier, asnjëherë nuk më përgjigje, më idhi me shqenë për jashtë. Ik më thotë mos e di motra, e di motra jote, e di vllai jot, policia. Jo tusia. E tusi ante bashk buk me policin e motrës time. Ka vdekur një fshatari im në fshatin tim, që ishte bashk punëtori i motrës time në humit të vllait tim, ka marrë veten te shtëpia e tij. Po mirë. Janë fakte. Adrian, të lutem, tani po akuzon drejt për së drejti motrën tënde. Çfarë ka bërë? Drejt, nuk ka me. Po çfarë dyshon ti? Çfarë dyshon ti? Sepse ajo motër. O teta, si i thon një llafi urt popullor, si i thon një llafi urt popullor. Nuk mbaj me pilafi ujë, unë bush kupa nuk ka me. Unë nuk tani unë do të them atë që jam thënë. Ti nëse do të bësh atë tendën, bëj. Nëse do të tendën. Jo, Adrian. Lere mohabetin, lere mohabetin mbyllur mos e vazhdo me. Adrian, të lutem, deri në këtë moment ti nuk po thuaj asgjë. Pra, pse dyshon ti se motra ka gisht të zhdukjen e Almirit, ndërkohë që shumë gisht të madhe. Po pse çfarë dyshon ti? Çfarë dyshoj una? Po. Shumë gjëra. Kur themi shumë gjëra, çfarë? Në ratë parë, vllai im i vogël është martuar në moshën të vogël, pa pjetur Almirin, pa martuar, e ka martuar Ana. Po më mirë se këto nuk janë fakte që pse vllai u martua para vllait të madh, se kjo ndodh kudo në çdo familje shqiptare. Do dalë ajo do dalë në shtekun atë, do dalë në shtekun, në rregull, do dalë në shtek pastaj më thoi mua atia. Po të dëgjoj. Ky vllai im ku martua i vogli, lajm se ish ky në Buzmadhe që u var, militar ngrykë. Që do të thotë çfarë? Çfarë dyshon ti se mund të ketë ndodhur kjo gjë dhe ky person që u var vete, nuk u var vete, ka marrë të tjerë, i ka thënë varu që shkojmë nesër e var atia. Po mirë, të janë dyshimet e tua, por policia nuk arritu të zbuloj diçka. Po unë i kam bërë dyshimet e mia polici para 14 vjetë ku isha pa leka edhe tani dolën veta vash avash, po dalin veta vash avash to. U mbyt ai, edhe motra ime vash avash do dalë edhe në po një gjë të them. Vetëm zbulo telefonatat e vllait tim që ka bërë herë të fundit me këtë njerëz që ka vdekur, edhe motrën time edhe baban tim. To telefonatat. I dashur Adrian, dua të bëj një pyetje, të lutem. Ti ke folur vetë me motrën tënde? Për këto vetë? Ju keni folur me motrën? Jo, këto ditë nuk ka folur unë. Ajo më ka nxjerrë jashtë loja mua, më ka bllokuar me të njerëzime, të një familje time. Por çfarë ka ndodhur që ajo të ka bllokuar? Se ka pasur një shkëndijë aty në familjen tuaj. Ka një diçka, ka një frikë nga mua ajoja. Për çfarë ka frikë? Ka frikë se zbulon shumë gjëra. I dashur. Ato gjëra që ka thonë, ajo nuk do të zbuloj, se di shumë gjëra. Në radhë parë, mua të thjesht o deta se unë para 2 muaj, para 2 javë, 3 javë isha në Shqipëri. Kam gjetur dokumentat në shtëpinë time të vjedhura, dokumentat mia familjare, mi kam vjedhur të tjerë, mi kam fshirur mbas 3 vjetë, mbas 2 vjetë mi kam fshirë, kam gjetur dokumentat mia që s'ka pasur unë, kam gjetur dokumentat në shtëpia ime të vjedhura. Të dish një gjë,
se motra ime mund të bëjë dokumentin ngreqim në emër të fëmijët mi. Pasaportet çupës time, unë kam foto këtu nashi, pasaportet çupës time të vogël, nuk ka fotografi, ja kam vjedhur fotografinë. O, Adrian, të lutem tani se po ngresh shumë akuzat të cilat nuk i vërteton dot. Ore, ti po i bëre do t'i mbajmë, po të mbaj lere nuk e bëj dot. Po jo, se tani jemi në një live dhe tani po ngremë akuzat dhe duhet jemi dhe korrekt. I dashur Adrian, duhet jemi dhe korrekt tani, të lutem. Ti dyshon se Almiri, vllai që është zhdukur në 2009-ën, këtë histori ka gishtoj babai, nëna, motra. Po çka kanë bërë ata që kanë gisht, që ta kuptoj dhe unë më qartë. Kur ka ardhur vllai im para 17 vjetë në Shqipëri, para 18 vjetë, 17 vjetë mbaruan, u ikën 17 vjetë. Po, ka ju në vitin e 18. Ky bosin abuz madhe që ka marrë veten, ka marrë policinë, e ka pur policinë në shtëpi, e ka marrë zvarë, e ka çuar në cakra. Vllajin. E ka rrarë policia, Almirin, e di këtë? Jo, këtë nuk e di, por unë di që Almiri ka ta shere una. Policia nuk ka hap dosjen, se është kënë mes të, është edhe motra ime. Ishte një polis tjetër. Një Dane Kosovari. Po ta dish një Dane Kosovari, në Fier, polis zonën Cakra. Adrian, unë i bëj akuzat të rënda. Ajo që di unë është që vllai juaj Almiri, kur është kthyer nga Greqia, ka qenë me probleme të rënda të shëndetit mendor. Dhe ndoshta policia ka ndryrë për ta futur në furgon dhe ta çojë në shtëpi. Kush? Qyshte? Policia, ndoshta ka ndryrë, është kërkuar ndihma e policisë që ta marrin dhe ta çojnë në shtëpi. Jo, policia ka ndryrë për ta marrë ta çojë në spital për vizitë. Po pra. E ka rarë. Akoma më mirë. Kurse vllai im, një njeri në gjendje psikologjike që nuk është mirë në trut, nuk i thot polisit, më falo polis, kush je ti që hyn te dera ime shtëpisë time, ke ndonjë dokument ti që kontrollosh mua për çka ke hyrë në shtëpi ime? E kam me zor, pa dokumenta, e kam çuar në Cakra. Ka mundësi një i shpejtë të marrë me zor, pa lekë arresti. O, Adrian, të lutem, në radhë të parë policisë duhet i thënë faleminderit që e ka marrë dhe e ka çuar në shtëpi se mund të ishte në rrugë. Një sekondë motër, më kuptoj mua. Çfarë po them? Po them kaq una. Pa letra arresti, ka të drejtë mua njëri të vit arrest në shtëpia. Unë ngepet atë shultara, po atë. Ka të drejtë po për letra arrest në arrestoj policia mua. Po pra, për çfarë e ka arrestuar policia vllai? E ka arrestuar ato në Cakra për gjilpera për vizitë. Ai ka ikur në Cakra, në gjilpera që ka bërë në Cakra. Nga ajo që ka bërë policia, ka ikur në aty të zhdukun nga ti, nuk e di çka kanë bërë. Dgjoj, Adrian, unë e kuptoj që je një vllai i shqetësuar se mbi të gjitha ke një vlla të humbur dhe akoma më keq pas ke edhe konflikte me nënën, me babain dhe me motrën. Në momentin që familjarët kërkojnë ndihmë në polici për një person që e kanë për probleme të shëndetit mendor, policia... Një jetë që të them una. Jo, dua të sqaroj, që policia ka ndryrë që atë ta çojë në spital. Po të kuptosh, kaq. Te shtëpia ime, e bën një konflikt mes babait dhe nënës, edhe gardianës. Motrës. Që kanë vajtë të dy, që mos kisha qenë unë të kishin mbytur, të kishin këtë gjallë, të kishin varur për mamën time, të kishin terror. Të dy, si babai si motra. Motra, nëna ime nuk ka bërë mundësi polici, se motra i ka me vend thojnë ngryp për ta mbytur, ta lindet vend. Si, motra ka dashur të nënën? Po, të mbys nënën time. Por kur ti shkove, çfarë ndodhi? Unë që thua gjërat, babai bëri mrapa, i bëra dy mrapa dhe si baban si motrën. Mamaja nuk ishte shumë e shqetësuar, më thoshte unë dhe ikin polici të pendoncim, nuk jetoj dot me këta, se këta nuk e kam bërë sot, e kam bërë me kotha, do të më vrasin, do të me një qafe mua, do të më zhdukin, do të më mysin, nuk më duan me. Ka një ashtu ka një kleç këte në mes, në të shtëpia ka një kleç. Edhe për mos folur shumë, po vaj policia në pendoncim, hapen gjërat edhe vete shumë e gjatë, edhe nga jo duhet mbytet tjetri që të mos hapi gojë me. Adrian, ti sot je i rritur, i martuar, ke familjen tënde, më the jam baba i 3 fëmijëve, po mirë, me gjithë këto konflikte që keni pasur në familje, këto dyshime që ti ke, nuk e folur ndonjëherë me motrën dhe me babain tënd, se po flet me mua në një live me ata, nuk e folur vet? Nuk ka folur, mohabete të tilla me baban tim, po baba im nuk kam bërë një konflikt, mohabete të tilla një gjë kështu, ma ka kthyer në tjetër gjë, nuk më del direkt në mohabete, nuk më del flet për çakti, nuk flet ashtu atë që më thënë. Po me motrën tënde ke folur? Me të vogël nuk ka folur, ajo si femër nuk e di, se ekziston, nuk e di. Ajo ta them kaq oti ta. Është femër që në fizin tim, të shtëpia ime, të familja ime, të nëna ime, të baba ime,
nëna babaj nuk ka pasur femër si kjo, si motra ime. Por të lutem, është Motra me 3 burra, me 3 fëmijë, edhe pa martuar, pa qilibrim, pa asgjë. Po më mirë se... Në rregull. O, Adrian, në jetë mund kemi fatkeqësira që të ndahemi nga një partner, të lidhemi me partnerin e dytë, tani nuk është për të paragjykuar kjo Nuk ka pjesë. pasur partner me motre. Nuk Në është rregull, ke partner në rregull, po pa partner, ky është bashkë partner, pa partner. Po gjithsesi nuk është për të paragjykuar kjo pjesë, ajo është e rritur, është nën tani dhe vendos vetë për fatin e saj. Po mire mendon për vetë e saj, po të mendoj edhe unë për vetë e saj. Se ajo po mendoj për vetë timen ashtia. Po mendoj për mua. Por të Ai lutem, po fut arrogant me mua për të nxjerrë shloje. por në ç'kuptim do të nxjerrë jashloje dhe tregohet arrogant me ty, të ka kërcënuar, më them ka kërcënuar burri i saj, partneri i saj. Pse keni hyrë në konflikte me partnerin e saj? Do që ajo të jetë e pastër, e pastruar. Po mirë, no, Adrian, flasim hapur. Çfarë dyshon ti për vllajin tënd, për humbjen e Almirit? Çfarë dyshon? Unë 99% dyshoj që ka bërë i ka bërë vetë vrasje, i e ka vrarë. 99%, 100 nuk i dihet. Po, me këtë që po të bëj unë ty, 89 që të bëj unë ty në telefon atë, flas të ja, 100 është e vërtet, 100% do dalë e vërteta. Net unë nuk besoj që është vërtet, nuk është shuja. Po 100 edhe shokët e mi, edhe njerëzit e mi, edhe çdo njeri që ka folur me mua, nuk Adrian, nëse ka ndodhur një vetvrasje, uroj mos ke ndodhur, Almiri ka qenë me probleme shëndetësie mendor dhe ju e dyshoni se ndoshta ka bërë një vetvrasje. Por ju po përdorni dhe fjalën vrasje. Kush e ka vrarë Almirin sipas jush? Në vendlindjen e tij, në fshatin Buzmadh të Cakranit? unë nuk gish nuk ve. Gishti im që është në radhë para, se ka folë me avokati, ka letër avokati. Avokati më ka thënë kaqë. Më ka kërkuar 500 euro para 12 vjetë. Sigurisht, çdo avokat merr pagesë nëse Po do s'ka të paguar, ndjekë s'ka pasur ty. lekë më tre. Ne kam shtytur gjeshtin, nuk kam pasur lekë. Kam qenë bukaran drejt pikës, kam qenë i mirë, me vllajën me Alminin kam qenë, si thon, kam qenë tek rançë mos u vrapsha. Por ndalemi pak Adrian dhe flasim për Almirin. E kuptoj që ke konflikte. Dëshiron t'i japësh një mesazh motrës tënde, babait tënd ditën e sotme? Ç'a ti e babait domo? Babai mua më ka dhënë poshtë. Unë e mora baban, e mbajta plam dorës tani e çova në për vizitë fistan çdo gjë atë këtë. Ç'a ti e shu babait. Unë babain e kam që 15 vjeç, që mbaj plam dorës. Po Nuk kam edhe jetën time me 4 rruget. Kam 35 vjet kur vet. Jam babai 3 fëmijë 50 vjeçar. Ç'a mesazh ti japun? Mos ka mesazh ti japun. Nuk ka mesazh. Pse babait ka hedhur poshtë? Pse babait ka hedhur poshtë? Nuk ka mesazh. Babai, pse të ka hedhur poshtë? Nuk e di. Ka një diçka në mes. Që kur ndodhin këto konfliktet me motrën, me vllajin tim, ka ndodhur shumë gjëra dhe unë nuk e di nuk di si shpjegoj. Por për motrën ke një mesazh dhe më vjen keq që As për ateja. Mesazhi im vetëm të dalin gjëra në dritë, po ashtu kur vin në Shqipëri për 2 muaj, për 1 muaj gjysmë që marr dokumentat, do vetë avokati, marr dokumentat avokati, ta pagoj avokatin, do bëj denuncim me avokatin. Adrian, ju dyshoni se motra di diçka për Almiri dhe nuk tregon? Ju dyshoni se motra di diçka për vllajin e humbur dhe nuk tregon? Shumë fare. Pse nuk tregon? Sepse ajo është një motër që shpreh interesin të gjej vllajin. Ajo bën kërkime në shtetin grek. Ajo shpreh interesin për ta gjetur për interesin e saj, jo për ta gjetur, po ai edhe nëse është i gjallë, nuk thehet me tek ajo, nuk e do me atë. Këtë e thoni ju. Ai ka shumë setër, ka qenë një me setër, nuk ka qenë njëri kështu. Ka pasur setër. I dashur Ardian, ti ke jetuar me Almiri në Greqi, keni jetuar të dy së bashku. Po. Almiri ka qenë peshgritës, merresh me sport. Çfarë ndodhi me Almiri që pati probleme të rënda, le të themi psiqike? Po kam vajtur te Nikoluli. Po, një emision që merret me njerëz të humbur në Greqi, Fosto Tunnel, po. Jam la fosur unë atje, kam vajtur bashkë me gjithë trajnerin. Kur humbi vllai? Unë vllai 2010-ën. Po përpara se të dalin të humbja. Pas një viti. Përpara se të dalin të humbja, flas kur ti jetoje me Almirin në Greqi. Po. Çfarë ka ndodhur me të? Pse ai shfaqi këto probleme të shëndetit mendor?
Të tëra problemet që erdhën nga ai, erdhën nga si thonë, shoqja e tij e ngushtë që kishte ajo na Vlora që pllafosë motra ime, që donte me gjithashtuja, bile ka vajtë 2-3 herë me aeroplan në Tiranë tek ajoja, ne edhe në 2006-2007 pa bërë peshngris ajo, e ka ndihmuar ai shumë ateja, në krahasim, se ajo dha fosë telefon që nuk ka pasur shteti shqiptar ta mbante lart, konsideronte me lek, me tera, me kpus, bile kpusë vllai ka bler asaj. Por ma çdo gjë ilaçe të për shërbime çdo gjë ka bler ai në Greqia. Pra, le të themi ka qenë një histori dashurie, një ndarje që ai e përjetoi kaq shumë. Ai me atë nuk e di si ta shpjegoj. Kishte shumë lidhje me atë, do flisën e këtej. Bile dhe fotografinë në shtëpi e gjeta atë motra, që kishte motra në çantë të kishte ia, ishte as e di fare. Unë kam gjetur te dosje vllajt tim, te dosje motrës time, dokumentat. Pra, pasi u nda me këtë vajzë, vllai shfaqi këtë lloj probleme. Po. Ju keni bërë sakrifica, keni ndëjtur me vllajën e sëmur, jeni munduar ta çoni në spital derisa e sollët në Shqipëri. Jo teta. Unë nuk e kam besuar në jetën time që vllai më vinte kaq poshtë. Nuk e di se unë kam pasur një vllaj që nuk e di, jo se kishte një zeli, një zonë të fshati im ajo. E kishte ter Athina zeli. Kishte shoqëri ter Athinën, ter Greqinë, në brenda Athinës, i shoqit pa parë. Nuk është se mos të them una. Edhe shoqëria që flas telefon sot me vëllezërit e mirë, me shokët e vëllezërit tim, ata nuk besojnë, ata nuk besojnë sot, vllain tim që ranë këta gjë kaq poshtë. Por përpara se të vinte në Shqipëri Almiri dhe fatkeqësisht humbi kontaktet, u zhduk nga Shqipëria, nga Cakrani, gjendja e tij kaq shumë e rënduar ishte në Greqi? Jo na shti teta, se nuk ta sqarova çik pak para, kur ka qenë ndur Almiri çështja në 2005, kur ka lindur goca ime e vogla, 2006, kur ka mbushur 1 vjeç goca ime e vogla, e kam pasur qef kumbarta me vllain tim që the gocën. Po. E nuk ka dalë. Aty kuptova diçka që nuk vinte mirë me vllain tim. Mbas 6 muaje e kam parë vllain tim gjendën në spital në Greqi. E kam marrë ka çojë një spital psikiatrik. Që vllai nuk ishte për të gjendën në spital psikiatrik. Ka folur me doktoreshën private të psikiatrikës, që i ka paguar pas një kohë, i ka paguar trajneri, çdo njeri të tërë. Edhe mbas 2 muaj, nuk e di, 40 ditë, 2 muaj, ka dalë jashtë, ka dalë një gjendje shumë të mirë. Fliste pastër, fliste mirë, ishte shumë mirë. Kur doli nga spitali? Jo si ai i kishte shumur ndjenja çdo gjë. Po. Se Almiri humi ndjenja ato dita, humi ndjenja fare, nuk vetëm në fundit ku doktorja më shpjegoi, më tha që nuk fliste dot, nuk kishte më fuqi nga vitaminat i mirëte, kur i le vitaminat dhe nuk i merr me vitaminat, të humit tëra nervat e trupit, nuk e fuqi as për fonu me. E qartë, ai ka pirë shumë suplemente për sportin që bënte. Dhe le të themi e kanë dëmtuar këto suplemente. Po. Edhe doktoresha më tha mua që e dëmtuar shumë këto që ka marrë, tani nuk flet dot, tani avash ata e morën përsipër, më i dhanë ilaçet e shuja. Po, më tha që mos shiko çfarë njerëz janë këtu brenda, tha, si rrin këta njerëz këtu brenda janë. Almiri nuk krahasohet as 1 milion nuk krahasohet me këta njerëz këtu brenda. Pra, gjendja e tij nuk ishte aq e rëndë, e kuptoj me krahasimin që po bën, po? Po kur doli për jashtë ka dalë shumë i pastër, ka dalë shumë i mirë, i thjeshtë. Në rregull, mbas një 2 muaje, 2006-2007, mbas një 2-3 muaje, ranë burg vllai vogël. Po. Dolën çfarë çështje? Ky më madh sipër. Mbas 3 muaje, mbas ka thënë i në Shqipëri, dela burgu vllai vogël, e gjen shoqëri, dela i në Shqipëri. Mbas ka thënë i në Shqipëri, edhe vjen këto trazira që thashun që parë ty me motrën, me vllain e vogël, me çdo gjë, me familjen. I tha vllai që i foli sa gjëra që nuk ishte për folur me vllain Almiri. Ishte mirë, po aty se doktorja më tha kaq. Vllai jot tha nuk ka nevojë tha që ta shtresuar, nuk stresuar tha. Mund ta pi kokrën për 2 vjet, 3 vjet. Këto korrët e pita, kokrët e asajta që i pasur që. Po si pi me ato po i la këto tha, do bëhet më keq se çka qen para tha. Edhe nga ajo ka shkaktuar
Te problem vllai im. Ai I la medikamentet. Momenti që I la se po shikoni një familje po lidhen mbrapa. Të tjerë po lidhen mbrapa, zonja e gardoi zero. Dhe kur ai mbërriti në Shqipëri, fatkeqësisht ishte I rënduar nga ana psikologjike. Po mirë. Kur ka ikur nga shtëpia ime, se rrinin bashkë, kur ka ikur nga shtëpia ime kohët e fundit 2007-ën, 2008-ën, ka ikur edhe si ta them na jemi ndarë bashkë. Që pas konflikte të vogla me në krahasim që unë familje, u rritë fëmijë, ngazhuja nuk doja familje, doja atë, nuk doja dot me vëllezërin në shtëpi. Ton. E qartë. Pra ai u ndam vllai vogël Gela, pastaj vati me Dajin, me Fationin që ke vëllai telefonat e teja. Po janë sa gjëra ti odeta që nuk sqarohen, çfarë nuk sqarohen dot odeta. Jo, unë të kuptova, Adrian, unë të kuptova. Pra, momenti që ti ke mbajtur vllajin në shtëpi, ke kërkuar që ai të largohet nga shtëpia jote se ti jetoj me gruan dhe me fëmijët dhe ky ka qenë konflikti mes teje dhe Almirit. Po. Konflikti ka pasur unë. Dhe ai ngeli I vetëm dhe u detyrua të kthehej në Shqipëri. Po, jo. Tani doja të gjente numrin e telefonit tash në Shqipëri. Kur ka vajtur në Shqipëri ka folur me vllai im në Greqi me baban. Po bëri jam bërë telefon në 2009 në mars 2009 se ka ikur në Shqipëri, edhe në prill, edhe në maj është dukur. To 3 muaj. Duhet të sqarojnë këto mohabete në telefon. Telefoni pse është bllokuar, pse është mbyllur. U mira ka vajtur polici për ta bërë dosjen, nuk ka policia dosjen. Nga dhënë me shënë për jashtë. Po jo, se duhet një vendim nga prokuroria, le të themi, që të merre nga Vodafone apo kompani që ka patur celular babai juaj, se nuk është aq e lehtë. I dashur Adrian, dua të të bëj një pyetje. Je bërë pishman që I ke thënë vllait ik nga shtëpia dhe ai iku dhe fatkeqësisht humbi? Jo, nuk jam bërë unë pishman, nuk kam ndjekur, nuk thash që kam ndjekur vllai në shtëpia. Vllai ka ikur vetë në shtëpia se e pa gjendjen që unë te shtëpia isha shumë ngushtë në familje, nuk kisha shtëpi të madhe, kisha shtëpi të vogël. Por, e qartë, ai ka ardhur në Shqipëri, ato 3 muaj që ka qëndruar në Shqipëri, ti ke pasur kohë? Ja bërë se për mua deta, më të flas telefon pak më unë kur ka ikur në Shqipëri vllai, mua s'm ka marrë telefon njëri që më thoshte as shtëpia, as familja, nuk ka thënë që vllai do të ishte në Shqipëri. Se po të më thënë që vllai im ishte shtresuar, mos ishte në Shqipëri, po të ishte vllai im në Greqi. Ta kisha marrë unë, ta çoja pra spital për herë dytë, se unë kam çuar në spital herën e parë. E qartë. Po ta çoja në spital për herën dytë, nuk do të kishte ndodhur kjo që do të ndodhë sot. Nuk më kanë njoftuar të mit mua, nuk ma thënë të mit, njerëzit e mi nuk ma thënë mua që vllai është sëmur, po vjen në Shqipëri. Edhe nuk ma thënë mua se po të më thoshin mua që është sëmur, do ikë në Shqipëri, unë nuk e çoja në Shqipëri, e çoja në spital këtu në Athinë, e çoja në Greqi, edhe Adrian, me sa po kuptoj, ju keni pasur konflikte gjithmonë në familje dhe më vjen keq për këtë gjë. Si e mësove humbjen e vllajti? Se ti ke qenë në Greqi kur ai humbi në Cakran të Fierit. Po. Kush të njoftoi për humbjen e tij? Po njoftoi shumë ngushtë. Jo babai? Jo babai. Motra kërkonte të fshatin me këtë njeri që ka vdekur, që ka gjervarur. Të fshatin kërkonte 1 muaj. Në makinë, brithe me ta 1 muaj. Dhe ti nuk dije gjë që vllai kishte humbur? Po, bile me këta qunin ka folën në telefon edhe unë, me këta që ka humbur, me këta që ka vdekur, gjervarur, e ka folën unë në telefon. Po ta hapësh numrin e telefonit, babait tim, se unë ka folën numrin e babait tim. Po ta hapësh numrin e telefonit, dalin tërë regjistrime telefonare. Adrian, ti lajmin e humbjes së vllait e morë nga shoku jot. Ai kishte 1 muaj afërsisht që kishte humbur dhe ti e mësove nga një shok. Po. Çfarë ndodhi më pas? Vajte në Shqipëri, besoj u takove me babain, me motrën. Çfarë të treguan ata për? Unë nuk vajta në Shqipëri se kishte dokumenta. Kam qenë me dokumenta e lene për 20 vjet. Jo, 2009 për 2008 me 2009 11 vjet. Unë atë vit u më dokumentat nuk i novaja dot. E qartë, po ke folur në telefon, ka ardhur më vonë, çon si ka? Jo, një sekondë më. Nuk i përsëria dot. E qartë, por momentin që ti fole me prindrit, me babain, me motrën, i takove pas 1 viti, 2 viteve, çon si ka? Si ta shpjeguan ata humbjen e Almirit? Çfarë të thanë për Almiri? Si kishte humbur Almiri? Si kishte humbur Almiri kishte humbur
Për këtë që thash unë, që kish i ruajtur policia në shtëpi, e kishë marrë me dhunë, e kishë çuar për ta vizituar spitalin. Ka humbur në spitalin. Po ta nuk e di ti o dita. Se po të vesh atë në spital në Cakra, të shikosh regjistrimin atij që është regjistruar për njëri që ka punë policia, dhe policia prisë për jashtë, sa vizituar, ai ka dalë në katin 2, është në katin 2, ka ikur në përbaqe në Parara, edhe zhdukur nuk e di çka ka bërë. Si ka ndodhur. Do me thënë është dërguar në spital për të marrë mjekimi se kishte probleme dhe ai është hedhur nga dritarja. Po. Dhe është zhdukur. Po. I dashur Adrian, ju keni bërë një denoncim dhe ai denoncim nga policia ka kaluar në prokurori dhe aty duhet të ish interesuar edhe ju çfarë ka ndodhur me atë dosje, sepse policia të gjitha denoncimet padyshim që i dërgon në prokurori, por nëse Almiri është hedhur nga dritarja, i ka shpëtuar mjekëve, ju ka shpëtuar uniformave blu, në këtë rast askush nuk ka faj për zhdukjen e tij. Këtë gjë duhet ta kuptosh dhe ti. Ta shpjegoj unë diçka. Po, ma shpjego. Avokati im, të më bëj ju bëj me ty e kam bërë me avokatin. Një avokat më kërkoi të 500 euro. Po, mos ndalemi te shuma se tani, këto janë çështje pagesash që e dim ne, kushdo që merr avokat do paguaj para. Ato lek nuk i kisha. Ato lek kam sot lekët. Sa bëgoj avokatin, në zbanu qashje që në 2014. Po, për çfarë e more avokatin ti? Në 2014, 2013. Për çfarë e more avokatin? Të gjeje vllai apo të denoncojë dikë? Po, e kështë denoncuar në polici, e kështë denoncuar në prokurori, me dosjen e prokurorisë, me terat të prokurorisë. Kë kishe denoncuar, Adrian, kë kishe denoncuar? Avokati që më tha mua? Jo, më sqaro kë kishe denoncuar ti? Babën, nënën e motrën, të tre. Pra pasi vllai humbi ti i denoncove, por çfarë faj kishte nëna, babai dhe motra që vllai kishte probleme dhe u hodh nga dritarja dhe iku? Çfarë do i bënte një baba që është në moshë? Polici mbrojtës i motrës time e ish dashnojt motrës time që ka varur vetën e mbyt. Të lutem. Adrian, është motra jote, të lutem tani. Po, polici më ka thënë mua, i këndek tha mos vras tha mua. Nga tha kaj, nga tha polici, në syt avokat, në syt prokurorit. I më tha mua se e di jo tem, tha, e di baba jote, e di motra jote, tha. Adrian, po të flas dhe po të trajtoj sikur je vllai im. Të lutem, mlefin, mërin, që ke me nënën, me babajin, me motrën ndër vite, mos përdor shkakun e vllait Almiri që është i humbur. Se nëse Almiri, po të flas shumë me zemër të hapur. Ti më kraun Ardianës. Jo, unë nuk mbaj kraun askujt. Jo, unë nuk mbaj kraun askujt. Nëse mbaj drejt Ardianës, ta nxjerr Ardiana aty janë drejt. Jo, nuk e njoh fare Adrianën, ma beso. Sa të njoh ty njoh dhe Adrianën dhe nuk e mbroj fare Adrianën. Sa për kuriozitet. Jo, sa për kuriozitet. Adrian, se keni të njëjtin emër të përafërt me motrën. Sa për kuriozitet, Adriana, motra juaj, ka dalë në rrjetet sociale, çfarë nuk ka thënë për mua. Kështu që unë nuk e njoh motrën tënde dhe nuk e mbroj. Nuk kam interes. Në këtë rast i bie që unë të jem në krahun tënd përderisa ajo më ka përdorur në rrjetet sociale. Por aman unë dua të jem me sinqert me gjithçka. Adrian, po të flas sikur të kam vëlla. Më dëgjoj me vëmendje që ta kuptosh. Nuk mbroj as Adrianën motrën tënde as ty. Nëse Almir Kalemi është hedhur nga dritarja e spitalit dhe ka ikur me vrap, i ka shpëtuar policisë dhe është zhdukur, nuk ka asnjë lloj faji nëna, babai dhe motra. Këtë gjë duhet ta kuptosh. Sikur policia të ketë dalë për jashtë e ka kapur, e kanë putur prapë brenda, e ka marrë për hesap të tyre dhe e kanë përdorur, çfarë më beti tek këtu? Jo, kanë dyshime, po ne mund të dyshojmë tani shumë gjëra, por ama nuk kemi fakte. Prandaj duhet të jemi. Për vllahun tim dyshojmë shumë gjëra më tre. E qartë, po prandaj po mundohem të sqaroj sepse e kuptoj që mlefi dhe mërzia ti ka errësuar syt dhe nuk po arrin dot të kthjellosh dhe ti kuptosh gjëra siç janë. Prandaj po të them, lëre më njan, mërin, mlefin që ke,
arsyetoj i ftohtë i dashur Adrian. E rëndësishme është që ai vllai jo të gjendet, e rëndësishme është që të zbulohet e vërteta e vllait tuaj. Por për të ngritur akuza, vjen shumë shpejt akuza. Është shumë lehtë të ngren gishtin. Merë papan tim telefon se numrin e ke. Merë papan tim telefon se edhe numrin e telefonit ka mbyllur këtë rriun ashi. Jo, unë do lëj një ditë tjetër të flas me babain tuaj sa ai është në moshë. Dhe unë nuk dua. Adrian, unë nuk dua që në këtë live ne ta degenerojmë të përballesh ti me babain. Numri ku ka humur djalit pse ke mbyll telefonin thoj. Të lëndojmë një baba, tani të lutem, mos më detyron deri në këtë lloj pike. Tani audienca mund ta kërkojë këtë gjë, e kërkon, por të paktën unë nuk dua ta bëj këtë gjë. Të lëndojmë një baba, tani të lutem, Adrian, e di që je i mërzitur, qetësohu, jemi të dy së bashku në këtë live, unë besoj që qëllimi jot më i madh kush është? Të zbulohet e vërteta e vllait, të mësosh çfarë ndodhi me vllain tënd Almir Kalemi. Ty kjo të intereson. Nëse zbulohet çfarë ndodhi me Almir Kalemi, të gjitha gjërat e tjera kryqëzohen me kryq, hidhen mbrapa krave. Po. Zgjidhja ime shtuja me 3 avokat mbrojtësë, e të mirë 3 përgjigje për 10 herë, për 72 orë, jo 24 orë, 72 orë, 3 veta në përgjigje. 72 orë, të mirën, edhe njëri do dali diçka, te më them unë, te pozori vërteta. Më lejo ta shfrytëzoj këtë minutazh për mirë. Ardian, të bëjmë një thirrje për gjithë ata që na ndjekin, për gjithë ata që e njohin Almir Kalemin, më lejo të jap të dhënat e tij. Almir Kalemi dashurmiq është një 48 vjeçar sot nga Cakrani i Fierit, më saktë nga fshati Buzmadh, Cakran Fier, që fatkeqësisht ka humbur çdo kontakti me familjen në 14 maj të vitit 2009. Janë mbushur 17 vite këtë maj, ka hyrë për vitin e 18 që nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Almir Kalemit, që në atë vit ka qenë vetëm 31 vjeç dhe ka qenë një peshngritës, një sportist i cili ka qenë shumë i njohur në shtetin grek, por që fatkeqësisht rezulton i humbur. Kushdo që e njeh, kushdo që ka informacion, është i lutur të kontaktojë në numrin tim të telefonit. Unë vazhdimisht e jap kontaktin tim. Numri celularit është 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. I dashur Adrian, unë do bëj të pamundrën, jam e sigurt që motra juaj, nëse do ndjeki këtë live, do më kontaktoj. Unë do flas me motrën tuaj, me Adrianën. Do bëj të pamundrën të flas dhe me babain tuaj. Unë dua që këto mërzirat, këto inatrat brenda gjakut t'i lini më njanë. Ndonjëherë dikush në familje duhet të tolerojë më shumë. Sepse jo, do të dëgjoj, por mos harro. Familja mbetet familje. Shkuarin ka pasur me vllain tim, nuk ka pasur as me nenën, as me baban, as me njëri në fizin tim. Ai për mua nuk ka qenë vllai im. Kanë qenë mend babai im, ka qenë shoku im i jetës time. Më kanë përdorur të kratë. Ai nuk e di. Për mua me shpir një krah, nuk e kam nuk e ndjej me krahun e majt. Me shtyr fare, është bllokuar, nuk e ndjej me fare krahun e majt. Të besoj. Sigurisht, është vlla. Unë pa te nuk e di ku desha sot. Me te nuk e di ku desha sot. Pa te nuk e di. Prapë unë po jetoj një jetë që nuk e meritoj të jetoj të jetoj sot. Adrian, është e kuptueshme. Prandaj dua që t'i lini këto mërit, po të bëheni bashkë të gjithë me motra, vlla, nën, baba dhe të luftoni për të zbuluar të vërtetën e Almirit. Jo të dilni kundër njëri tjetrit se nuk do fitoni asgjë. Ma beso këtë fjalë, po të them si motër. Unë kam mbaruar punën. Edhe unë preventive për si Valingjën. Në të shkuptim? E kam bërë gati valigjën edhe una. Që do të thotë çfarë? Ke bërë gati valigjën, do zhdukesh? Po, edhe unë do zhdukesh, ma. Si do zhdukesh? Edhe unë do iki. Do iki, nuk duhet me, nuk bëjmë bashkë me asnjëri una. Nuk e di, do iki, po do iki me një kusht që mund të flasim në anë tjetër, jo kështu të shtëpia ime, të familja ime. Do jem pa njerëz e mi, pa familjen time, do flasim tek pull, tek. Por ka tjetër. Mendoje mirë, Adrian, mendoje mirë. Mos je pasaj nënë një plak të dytë që një djalë ka të humbur dhe tashmë po thuaj do marr valigjën do zhduken dhe unë. E bëj unë si dua unë, nuk e bëj dot të tjerë si doan të tjerët. Patjetër, ti je i rritur, vendos vetë për jetën tënde. Por dhe të zhdukesh në këtë lloj forme. Po më përdorin. I dashur Adrian, unë të premtoj që do flas me babain, me motrën tuaj,
Po le ta mbyllim të live me një mesazh për Almirin, sepse gjithë plaga e madhe familjes tuaj mbetet Almiri. Kush është mesazhi që do përcjellje? Po ti jesh në krah tjetër. Se unë po them, sot ta nesër, ta le zvarr më vetin për të shuja. Unë do ikë të migroj, se unë isha migrant në Greqi 23 vjet, 12 vjet në Itali, do lea Italin prapë do ikë në vend tjetër. Është drejta juaj. Unë nuk ta mbush dot mendjen, por je baba dhe mendos si për fëmijët e tu. I dashur Almir, të thërrita Almir, të thërrita në emër të vllajt. Adrian, çfarë mesazhi do përcjellësh për Almirin sot? Do të përcjellona, inshallah të jetë gjallë, të kthehet në shtëpi sa më shpejt, po nuk ma merr mendja të gjallë. Shpresat e mia të fundit janë që ta di unë se si të vjen gjërat. Ta çoj unë amanetin në fund, amanetin ka lënë gjyshja. Edhe se gjyshja ka lënë amanet, çdo njeri ta kërkoj, nuk e kërkoj njeri, vetëm ti po kërkoj ti, se s'ka njeri ta kërkoj në këtë botë. Se ajo kishte një amanet që tha që nëna tha vetëm ti tha se të gjash, një tjetër se gjash tha. Se ajo që iku me amanet, edhe ajo iku me infrakt. 3 infrakte, për brenda e vitit ka bërë 3 infrakte. Në anë vllai tim sa mori vesh, i vllajin ka humbur. E qartë. Unë uroj dhe shpresoj që të zbulohet e vërtet Almir Kalemit, uroj që ai mos këndodhur asgjë e keqe me fatin e tij. Unë dua të të përshëndes Adrian nga Tirana dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Të përshëndes. Në emision këtë bisedë, çfarë temura, unë shpresoj që të dalin çështjet, të llafosesh edhe me motrën time, llafosesh me baban tim, po më mirë të llafosh edhe me nenën, se dhe nena ka llavë e saj, se ka lehtë vllai flas nena, se nena ka shumë, edhe nena fshe shumë gjëra. Të premtoj që do bëj të pamundurën të flas me familjarët e tyre. Nena ime fshe shumë gjëra. Edhe brenda në këtë familjen time o ti o teta, ka shumë sekrete që nuk as unë se di vetë, që jam rritur, edhe unë që jam djali i madh, ka shumë sekrete brenda krave që nuk dalin shesh. Edhe janë shumë sekrete që nuk t'i ka thënë as ty në telefon, nuk t'i ka thënë as ty ballë. I dashur Adrian, të premtova që do bëj të pamundurën për të folur. Do më lejosh ta mbyllim live-in se kemi kaluar gjithë minutazhin për ditën e sotme. Do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes. Mirupafshim. Mirupafshim në Italia. Mirupafshim. Respekte. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori reale të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, më mbështesni, ritakohemi nesër. Mirupafshim.